shikues të nderuar të televizionit Bulqizës, mirë mbrëma. Ja ku po ritakohemi së bashku me mua Isen Ligdisha, pas një pauze të gjatë shkëputje nga ekrani i televizionit të Bulqizës. Një shkëputje e cila është bërë thjesht për arsye personale. Gjithsesi, pasioni për ekranin e televizionit nuk na ka munguar, e kemi ende, gjithashtu duke marrë parasysh se jemi në një çast të një ngjarje shumë të madhe asaj të fushatës elektorale për zgjedhjen në Kuvendin e Shqipërisë me 11 maj 2025, bëhet imperative angazhimi në televizion. Dhe gjithë ky angazhim do të bëhet për t'ju dhënë ju mundësinë që të njiheni në përgjithësi me plan programet e forcave politike, qofshin parti, qofshin koalicione. Dhe duke pa këto plan programe të këtyre forcave politike, ju pasaj do keni mundësinë që të votoni për atë program që ju duket më i mirë. Dhe krejt të lirë, me krejt vullnet, të qetë, do shkoni para kutisë votimit dhe do votoni atë për të cilin ju keni besim që mund të ndikoj në përmirësimin e gjendjes tonë. Atëre për ta thyer atë kureshtjen tuaj, sonte kemi të ftuar një personazh mjaft të njohur, bile me të mirënjohur, do të thonë, është një personazh shumë i dashur për krejt rajonin tonë këtu të Bulqizës. Pa humbur kohë, po ju prezantoj me Edmond Isakun, kandidat për Kuvendin e Shqipërisë në zgjedhjet e 11 majit 2025. Mirë mbrëma Mundi dhe mirë se erdhe në studio të televizionit Bulqizës. Atëre, fillimisht do futemi në temë. Ju përfaqësoni parti apo koalicion në këtë zgjedhje? Edhe njerë mirë mbrëma teleshikuesve, edhe gjithë popullit të Bulqizës. Desha t'ju them që unë këtë radhë jem përfaqësues i koalicionit Euroatlantik. Një koalicion i krijuar Rishtas, nga një parti konservator dhe partia e Demokratëve Euroatlantik, së bashku kanë bërë një koalicioni Euroatlantik. Pra është krah i djathtë? Sigurisht. Po, qendër apo ekstrem? Është partitë konservatore nuk janë, do të thënë, në qendër, fort, po as ekstrem nuk janë. Është parti e djathtë rreth e qendrës. E qendrës djathtë. E qendrës djathtë, eksakt, po. Po. Tash në terma të përgjithshme, koalicioni juaj i ri, që drejtohet nga Lulzim Basha, po ka program? Sigurisht që ka program. Sigurisht që ka program. Ka një program. Po ta zhvillim pak pyetjen. Po. Pra programi juaj anon majtas, është më i ngjashëm me të majtën apo me të djathtën? Këtu ishte ideja. Atëherë, historia e Partisë Demokratike tani më dihet e dinë gjithë që pati një përçarje dhe njëherë Vulja ka lënë majtës nga Lulzim Basha, njëherë nga Sali Berisha. Këto historia s'du t'i përmend më, sepse është një film i parë nga ne. Dhe pjesa që ngeli këte nga Lulzim Basha krijoi Partinë Demokratët Euroatlantik. Kjo parti u kriju në kohët e fundit, dhe më thënë, para zgjedhjeve 2-3 muaj për para zgjedhjeve. Ndërsa gjatë kohës për para, ne ishim Partia Demokratike,
me vull dhe me gjitha. Në qershorin e vitit kaluar, kjo Partia Demokratike, në 11 qershor më duket, zhvilloi një kongres programor. Një kongres programor në bazë të një programi të hartuar nga gjithë ekspertët të mregjshëm edhe të huaj, i cili u mbajt në Tiranë dhe ishte një program, po të them, nga më të mirë që deri tani është shpalos në Shqipëri. Mbas një periudhë kohe, gjykata e apelit transferoi vullën përsëri tek Partia Demokratike dhe ajo Sali Berisha. Erri themelimin. Erri themelimin dhe krijoi Partia Demokratike, se normal ashtu është. Tani ky program vazhdon të jetë. Është një program i cili, për mendimin tim, jo vetëm domethënë, por që është skanu nga ekspertë shumë të mëdhenj botëror. Pra në vijat përgjithshme ka një program të shkëlqyer. Ka ngjashmëri me të djathtën më shumë. Absolutisht ka ngjashmëri me të djathtën, sepse në një parti kemi gjetur programet ashtu aty janë. Nuk ka se ka ndryshim të madh. Nuk ka ndryshim realist. Por ky program duhet të thënë që ka qenë i pari program që në vitin 2024, në qershor e vitit kaluar, që është anoncuar dhe mbi bazë të këtij programi, po të them, përmbahen gjithë partitë. Gjithë partitë nga ky program ka marrë. Flas edhe Edi Rama ka marrë nga ky program, edhe të tjerë nga ky program kanë marrë. Kështu që është programi më i mirë që është anoncuar herë. Do ishte me interes që plan programin ta detajojshim në këtë bisedë, po me që nuk mund të zbërthejmë këtë plan programin që keni ju si koalicion, a kupto, atëre të përmbahemi në një 3-4 shtylla kryesore që ka programi juaj. Shiko, në qendër të programit, në qendër të këtij programi, jo se ka vetëm koalicioni, jo, por në përgjithësi të djathtët, konservatorët, kanë familjen. Pra, qendra e këtij programi, baza ku niset ky program është familja. Pra, konservatorët e kanë të shenjtë familjen. Të djathtët e kanë të shenjtë familjen. Ndryshe nga e majta që ka ato historitë e prindit 1, prindit 2, prindit 1, prindit 2, që janë banalitete për ne të paktën. Kështu që ne në shtyllë kryefjala e programit është familja. Pastaj, kolonat tjera janë sistemi i drejtësisë, ekonomia dhe sistemi të shëndetësisë. Ajo është pa diskutim partneriteti me ndërkombëtarët, që është domethënë është kyç në marrëdhëniet tona, por janë disa shtylla ekonomike, shtyllat e shëndetësisë, të bujqësisë, e tjerë që mbështetet gjithë programi ku poshtrati kryesor janë këto: sistemi i drejtësisë, sistemi i ekonomisë, edhe partneriteti ndërkombëtar. Të tjera pastaj vinë sistemi shëndetësisë, sistemi i bujqësisë, sistemi i arsimimit, të kulturës, si shkencë, turizmit, infrastruktura, e me radhë, të gjitha këto janë detaje edhe kolona ku mbështetet, ku zhvillohet programi poshtë. Ne mendojmë që kemi këtë program dhe në dallim nga programet e majta, edhe programi i majt i Partisë Socialiste, që mendoj se tani Edi Rama dim shumë mirë se ka hyrë zgjedhje, 2 palët e zgjedhjeve të tjera që ne kemi qenë protagonistë në të zgjedhje, ju e dini shumë mirë që ka hyrë pa program. Dhe ka thonë dhe hapur, të fitojmë njerë, pastaj të bëjmë programin. Dhe më thonë, pa përgjegjësi e madhe, ka dalë me Kosia, me Tepësia, me Sahana, me Gudjun, me Plagë, me Pleq, i ka marrë zgjedhjet. Pa program. Sepse ai kështu e koncepton. Ndërsa ne e djatha ka tjetër gjë. E djatha është koncize në ato që thot, dhe është prerë në ato që mendon. Bilanc jo, 12 vite. Një sekond, do dalim dhe ati. Po them për programin një. Program ka e djatha konservatore dhe e djatha jonë. Program që në qoftë se të zbatohet ky program, është një mrekulli për gjithë popullin. Nuk bën çuditëra, po e kthen shtetin normalitet. E kthen vendin normalitet. E kthen familjen normalitet dhe e bën të qëndrueshme familjen. Po të kapim vetëm 2 detaje,
programe, se po futemi kjo ekonomia, se është mendoj më e prekshme për popullin, do më thënë dhe për votuesin. Është më e prekshme, se jo se s'ka rëndësi tjerat. Po të shajmë dy aspektet të ekonomisë. E Majta Edi Rama ka anoncu edhe ka zbatu taksën progresive. Ndërsa e djatha, edhe ne, themi taksën e sheshtë. Po ku është ndryshimi, se ndoshta populli thot, qenë këto të shqy që muhabeti është ky taksë e sheshtë, taksë progresive. Ka dy legislacione që taksa progresive që ka zbatu Partia Socialiste Edi Rama, është taksa që u shkuli gjepat popullit. Taksa që varfëroi popullit. Ne kemi thonë dhe herë tjera, edhe para 4 vitesh, edhe para 8 vitesh. Kjo taks nuk duhet të zbatohet në vendet e varfra si që jemi ne. Kjo taks zbatohet ndoshta në vendet e Beneluxit ose vendet nordike, ku atje gjërat bazike kanë kalu, populli nuk merret, nuk diskuton problemet bazike, po i ka argat e kursimit plot, dhe atje mund zbatohet, se unë banë kurizi. Ndërsa, sepse ajo taksë mbledh gjithë pararën në bazë, që është populli, dhe e qonë piramidë të shteti. Tani këtu ke shteti duhet pa tjetër që tjetë një qeveri e përgjithshme, që këto para që mbledh t'i shpërndan përsëri në investime dhe shërbime. Po kjo nuk ka ndodhur tek ne. Se po të kishte ndodhur, nuk do kishim gojë të flisim. Do të thoshim bravo i qoftë, që se populli ishte i pasur, që se populli ishte rahat, dhe populli kishte të ardhura, mjaftueshë, do të thoshim bravo të qoftë. Dhe këtu dalim ka ajo pika që the ti për shembull ke bilanci. Se asnjë që ka bërë 2 legjislacione, 3 mbylli, 3-4 vjeçari mbylli, dhe nuk kemi një ditë të del kryeministri thot, o njerëz, ju kam premtu para 4 vitesh, 1, 2, 3, 5 gjona, 10 gjona, 20 gjona, 20 projekte. Kam zbatu për këto vite, vetëm 3 ose 5 ose 8 ose 10. Lëti të thot, të analizoj. Dhe atëherë populli të bëj një bilancë të thot, por mik, më ke premtu 20 problem, 20 zgjidhje, më ke dhënë vetëm 3. Ose më ke dhënë vetëm 5. Unë do të shoh, do të mendoj. Do të votoj opozitën, sepse mendoj që këtu mund të realizoj, mund të kemë më shumë përfitime, sepse ti nuk më mbajtë premtimet. Ose nëse i ka mbajtë premtimet, i thot bravo të qoftë, do të jap prapë votën. Po ne nuk kemi një bilancë. Ne kemi vetëm zhurmë, tallava, edhe spektakle. Spektakle, aheng, muzikë, o burra në mitingje, sikur këtu është lumturi e madhe, një bollëk i madh, para s'ka ku ta sheh njerëzit. Këtu, ndërkohë që është e kundërta. Taksa e sheshtë që predikojmë ne, që themi ne. Cila është taksa e sheshtë? Taksa e sheshtë në fillim me një herë ul nga 15% aty fitim, me një herë bie në 9%. Po që do të thotë kjo? Kjo do të thotë që çmimet e ulta me një herë reflektohet në treg, me çmimet e ulta. Ulen çmimet për një herë, sepse prodhuesi, biznesmeni dhe të tjerë harxojnë më pak lek. Dhe këto lek i kanë aty. Çfarë do bëne? Do të detyrohet ta ul çmimin. Do të detyrohet të jep punëtorit më shumë lek, se ja kryen mundësi. Pra ulën këto taksa që shkonin kot. Dividendi thot, ky e ka 8% sot, por edhe nuk e ka stabil, domethënë. Ai dividend, për mendimin tonë, pavarësisht se ne kemi thënë që edhe ne do të jetë në 8%, për një periudhë, ndoshta 3 vjeçare, 4 vjeçare, ndoshta duhet të heq komplet. Dhe këtë e kemi si ide dhe si mendim, që të hiqet fare dividendi. Ato para që fitohen, tatohen një herë, se të merr me 9% të derë dhe shtetë. Tani nuk ka arsye të tatohen për s'dyti. Sepse ka nevojë biznesi ta merr vetëm, sepse është godit shumë keq. Në këtë periudhë është godit shumë keq. Për këto vite është godit shumë keq. Duhet ta merr vetëm biznesi, që ta merr vetëm punëtori, që ta merr vetëm tregtari,
të ullë çmimet e produkteve. Gjithë tregu ka nevojë për një ullje të madhe të çmimeve, sepse populli nuk e përballon çmimet për shkak të pensioneve të ulta, për shkak të rrogave të ulta dhe për shkak të inflacionit që ju e dini që nuk është se kontrollohet të gjitha nga ne, dhe më thoshë është edhe efekt botëror. Kështu që për këtë arsye, dy taksat që bëjnë ndryshimin thelbësor të programeve janë këto. Ai me taksë progresive unë e quaj dështim dhe ne e quajmë dështim, sepse fukaralliku ka arrit kulmin, ndërsa taksa e sheshtë është taksa e cila do ta ngrenë ekonominë. Kjo taksë, për hir të vërtetës, e ka dhënë provën. Në qeverinë që ne e njohim si 2005-2009 që ka qenë qeveria Berisha, duhet ta dim që edhe vetë socialistët kanë bindë dakord që kjo ka qenë qeverisja më e mirë nga vitet 92 e mbrapa. Sepse për herë të parë u zbatu kjo taksë. Taksa e sheshtë. Taksa e sheshtë e liroi ekonominë. E i dha gjithë të mira, gjithë tregut dhe gjithë popullit. Mbas ardhjes së Partisë Socialiste, kaloi në ekstrem në taksën që kjo si natyrë se më bënë i pyetje para së mund që më parë që dhe më thonë ai majta i djathtë. Kjo s'është se as e majt. Kjo aplikimi taksë progresive mund ta bëjë një parti ekstreme e djathtë. Po jo një parti e majt. Janë nga truplinjat. Jo më ekstreme e djathtë mund ta bëjë këtë. Po të thash ku bëhet kjo? Kjo bëhet në vendet e luksit, në vendet e pasura, që biznesmeni, punëtori, kanë rroga shumë të larta dhe nuk i dhim se ta si gjë, le ta merr shteti, thotë. Po jo ti që ke pension 120.000 lekë. Jo ti që s'di ku je pa shtëpi. Po jo, pra, kjo është katastrofë, taksa progresive ka shkatruar përfundimisht ekonominë e këtij vendi, edhe popullit. Pra, shkurt që ta kuptoj populli. Taksat progresive ja morin frymën biznesit. E asfiksojnë komplet. Popullit e biznesit. Se shumica janë biznesi i ulët dhe i mesëm. Shiko, jo vetëm kaq. Taksa progresive zhduku shtresën e mesme. Që kjo vetëm tek ne ka bë vaki. Ti ke dy pole tani, oligarkët, këtu dhe shtresën e varfër poshtë. Shtresa e mesme që është motori i ekonomisë, që e mban shtetin, ekonominë, që bën lidhjen mes pjesës së varfër dhe pjesës së pasur dhe shtetit, kjo e vajis komplet sistemi shtresa e mesme, këtë shtresë është zhduku për shkak se takse. Për shkak se takse, u zhduk kjo stresë. Dhe sot s'ka as biznesmen të mesëm më. E quaj veten kod janë biznesmen të vegjël, të gjithë. Gjithë janë të mbytur nëpër banka. Gjithë bizneset janë të mbytur nëpër banka. Pse? Sepse kjo lloj takse nuk le lek në xhep rënda. As popullit, as biznesit, as kërkujt. Dhe faktet janë këto kokëforta që vërtetojnë këto. Sepse ke rënjet jashtë mazit e ekonomisë dhe të biznesit dhe gjithë. Mos shif 10 veta, 20 veta, ndash 50 veta thuj, oligark. Që edhe ato u kanë ngel oligark se një pjesë, jo si janë oligark, një pjesë, mund të jenë 4-5. 4-5, po, jem dakord. Se duhet ta sqaroj me term oligark, se njerëzit e shef një biznesmen aty, thot, oligark ky. Oligark do të thot biznesmen që ndikon në vendimarrje. Ky biznesmen që ndikon në vendimarrje quhet oligark. Pra jo çdo njerëz që ka biznes, ka një makinë, ka gjithë quhet oligark. Njëri që se pyet kërkush ai është oligarku. Biznesmeni që ndikon, ka influencë në vendimarrje, parlament, në qeveri, ky quhet oligark. Dhe këto i dim tani pak a shumë, pak të 5-6 veta që ndikojnë. Të tjerë për si mrapa jenë në sa drejt. Por që edhe ato një ditë bukur do t'i shofish që edhe ato do t'jenë me kokë poshtë. Por shkak kësaj takse, asnjë gjë tjetër, vetëm taksa. Taksa progresive është taksa që zhyt miletin edhe sistemin e gjithçka mrena. Kjo është e aplikueshme, është e vërtetueshme, sepse aplikoj sistemi dhe e vërtetuam ne, e vërtetoj gjithë populli. Mendoj se më qartë se kaq, unë nuk e di ta them.
Kjo është e pame si drita e diellit, sepse sot populli e vun kuris këtë që them unë. Dhe nuk e vun me llafe, po e vun me fakte. Përdesa sot ne diskutojmë akoma nivelin bazik të jetesës, diskutohet mbi jetesa, kjo nuk ka më mene kalem, s'ka nevojë për vërtetim. Përdesa populli, kam shëtitur se kam shëtitur për shkak e fushatës, po edhe të punës time. Në për fshatra, të hysh në për fshatra në zona jo thella, zona normale, në për familje, ti mash me radhë dhe shofish, është skamje. është skamje. Çfarë eksportojmë aktualisht na? Nuk, shiko, janë të lidhë me gjanat. Nuk është se ti eksporton minerale në përgjithësi. Tjetër gjë? Edhe një pjesë, do të thonë të uqirës perëndimore, e cila ka bë bizneset veta në këto prodhimet e agrume dhe disa edhe, do të thonë, këto perimet e gjana. Perimet, shalqin, speca, domate, gjithë ekonomia. Këto, fasonëria eksporton, importon, është problemi aty me veshjet, me kompani që janë të lidhme, por ne nuk kemi ne nuk kemi në një bujqësi e cilat konkuron densisht në treg, se themi që dëhim në Evropë, po si dëhish në Evropë ti, me ngastra? Dëhish në Evropë me ngastra ti? Nuk mund të hyjmë në Evropë me këtë lloj ekonomie, me këtë lloj bujqësie. Sepse ti je dëshmitar dhe gjithë populli është dëshmitar, ti 130 milion euro që ju ndaluan Shqipërisë nga Bashkimi Evropian, fondet Bashkimit Evropian për t'ju dhënë kredi biznesit e tjere për të zhvilluar, ndërprerje sepse parat që ishin dhënë më përpara kanë shku jo në destinacionin që janë kërku. Po kanë shku, kanë knaq miqtë e vet, kanë bërë qoka me shokët e vet për të ndërtu hotele, gjona tjera që jenë jashtë destinacionit, cilat janë këto fonde, këto grante. Kështu që 130 milion euro u penalizuar dhe akoma nuk kanë filluar që t'jep. Imagjino se çfarë ndalimi, se çfarë blackout ka kriju bujqësisë dhe ekonomisë. Atëherë le të bëjmë një pushim të shkurtër, kalim në publicitet dhe së shpejti rikthehemi në studio. Okej. Për të vazhduar. Përjetoni shpejtësi maksimale interneti nga 50 në 80 megabit për sekond, si dhe 30 kanale shtesë të paketës digital, të gjitha falas për klientët tanë me abonim ekzistues internet plus televizion. Lundro pafundësisht dhe argëtohu me internet super të shpejt, por mos harroni, tek ne gjeni paketat string dhe digital së bashku në çmim të pandryshuar dhe mbi të gjitha rikthehet oferta e pabesueshme 5+1. Abonohu ose riabonohu për 5 muaj dhe përfito muajin e 6 dhurat, plus dhe modemin totalisht falas. BTV, e gjithë bota, aty ku je ti. Kur të ngresh dorën të jo.
po rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën me kandidatin për deputet të zonës tonë në zgjedhjet e 11 majit 2025, zotin Edmond Isaku. Kape një temë të mirë, sepse zona jonë është zonë fshatare në përgjithësi dhe e kemi problemin ke bujqësia. Me ndërprerin e 130 milion euro nga IPARD-i, Bashkimit Evropian, ajo bujqësia pothuajse stonoi fare dhe vazhdon të mos jetë zhblloku nga Bashkimi Evropian. Kjo është evidente, nuk është se po e them unë. Po që unë tash për shkak të fushatës ta them. Kjo është evidente, është e ditëve që jemi ndërprer fondet e IPARD-it. Po. Ashtu. Me që përmende zonën tonë, kjo është domosdoshmëri tani se derisa ka qenë rruga e vjetër, po thuaj që kjo zonë ishte si thunë edhe harume. Sot që është hap rruga një investim që shkoj shumë gjatë, po qënë si ka, ne po shia, duhet të pranojmë. Dhe më thonë, lëvizja e njerëzve, dhe më thonë, nga Tirana, nga tjerë, jo vetëm nga Tirana, edhe nga gostivarit e Toma, pra Shqiptaria, po e përshkon këtë rrugë. Edhe po të shofish, lëvizja e trafikut është 10 fishu. Mos taj më shumë, nuk e di, po, se s'kam bërë statistika për këtë punë, po e pa e shoh me sy. Dhe njerëzit, po vinë dhe nga Tirana dhe po bëjmë pronotime në ato lokale që sot. Po marrë si shembull me që ma the. Tani, kjo lëvizje që ka ndodhur për shkak të rrugës, duhet të suportohet nga bujtina, nga lokale, restorante, nga prodhimet bujqësore vendase, me qëllim që kur të vjet tjetri të shijon këtë natyrë të bukur dhe këto gatime tradicionale që kemi në zonë këti, ato t'i ketë mundësi që të shef diçka bio, ose të shijon diçka bio. Jo të marrim në ushqime nga Tirana, etj, dhe burrat e binë këtu. Edhe të bëjmë njëjtën gjë që bëhet Tirana. Jo, këtu do të bëhet diçka tjetër. Por kur të bëhet kjo, duhet mbështetje pikërisht për këto fonde. Sepse zona këtu ka shumë resurse natyrore, por që investime nuk ka njerëz, se nuk kanë të ardhur. Atëherë këtu do të jenë kredit buta, grante, mundësisht grante, që t'u jepen gjithë fshatarë kush dëshiron ta bëjë një investim të kësaj natyre. Sepse kjo zonë këtu, të them mundi me këtë fuqi që ka marrë, në qoftë se do t'i përgjigjemi ne me shërbim të mirë, kjo zonë do të bëhet zona më atraktive, më e pëlqyeshme e Shqipërisë. Se mos haro, kemi 30 minuta Tiranën larg. Dhe këtu vjen, drekon, mund të rri natë, 2 net, të kënaqet këtë natyrë, këtë ajër pasër dhe t'ikët përsëri të kthehet mbrapsht. Por kjo kërkon investime dhe investimet mungojnë. Investime nga xhepi nuk kanë njerëzit. Se edhe migracioni që ndihmon përpara tani nuk ndihmon më. Se edhe andej krizë ka, plus që tani po formalizohen emigrantët dhe ato i përshtatët jetës atje nuk i të pro gjë për të prumo si që ishë remitancat cilat e kanë mbajtur shtetin. I shumë më të pakta remitancat se sa që kanë qenë. Kështu që është e domosdoshme suporti nga shteti me këto grante që përmendet ju. Pra këto grante do t'jenë imediate për këtë zonë, në qoftë se nuk do t'jepen gjina. Gjina që ne do të humbim këtë rast. Dhe kjo sjellje e qeverisë me ndryshimet e destinacioneve të granteve është një dëm shumë i madh që i ka shkaktuar ekonomisë vendit. Një dëm shumë i madh që do të ketë pasoja. Kështu që mendojmë që ne me heqjen e korrupsionit, me heqjen kësaj qeverie, mendoj se gjërat do të ndryshojnë. Besimi i partnerëve ndërkombëtar do të rritet. Sepse këtu ndërprej fonde sepse humbi besimi. Po me që ti t'i dha lekë dhe ti i shpërderove, kaq duhet, t'u ndërprej fondet. Pra
Pra çështja e besimit është kjo, përveç të tjerave. Kështu që me këtë qeveri nuk mund të pretendojmë ne që do të marrim fonde prapë. Sepse ka humbur besimin. Kalim pak edhe një herë në politikë. Me të mojtën dihet që ndanë. Nda programi ekonomik, jo kuptohet. Ndarje totale. Ndarja natyrale është ajo. Po me të djathtën keni ndarje të theksume apo jo në to programet? Jo, nuk ka ndarje theksume. Nuk ka ndarje theksume. Pra afrojmë to shifrat. Programet janë aty programet. Dhe po të them që nesër, në qoftë se do të jemi pjesëtar parlamentit, ti je sigur që koalicion do bëjmë Partinë Demokratike. Dhe me djathtë sepse programet janë të njëjta, pothuajse. Programet të njëjta. Sipas eksperiencës tuaj deri këto 3 javë e para të fushatës, se po kemi hyrë në javën e fundit gati. A kupton që fillon starti i fushatës të kjo javë. Si ka viju këto 3 javë? Në optikën tuaj, si mund ta përcaktoni? Shko, këto... Po shohim... Shkojnë partitë, a shpalosin programet, a folin... Po shohim ndryshim të madh nga herë tjera, që nuk është pozitiv, sipas meje. Nuk shoh shpalosje programesh nga aktorët, si thush kandidatët. Nuk shoh në shpalosje programi, pritet për shembull pritet të vijë Edi Rama të shpalos programin këtu. Pa ai s'është punë programi, ai ka spektakël me zonja, me tjerë, ka stilin e vet fushatës edhe nuk është se po bën një shpalos, më tepër bën spektakël, koreografi. Ndërsa ka kështu dhe partitë tjera. Nuk po shoh që në shpalosje, sepse sot për shkak të pretendosh ti vazhdosh me 300 makina të shku në përfshatra. Të shku në përfshatra me 300 makina. O burra të bë plur në përfshatra, kiamet, edhe në fshat më lidhen 10 veta, 50 veta, 20 veta. Me lokale, me ambient aty, hajtë pim raki, bëj fushat. Ndërkohë që sot 2025 teknologjia shumë e avancuar. Mediat nuk jenë vetëm online, ka edhe kjo media, po edhe media tjera që jenë online e tjera. Mendoj se drejt kësaj du t'jetë fushata. Në programet, diskutimet, problemet, po jo 30 makina me shku në fushat me bërë zhurmë atje, me pirakie, me hike, me dalje, me shku. Nuk më pëlqen kjo lloj fushate, sipas me edhe nuk është ajo që duhet të paraqesim. Nuk duhet ajo që duhet të ofrojmë tek njerëzit. Por tash Partia Socialiste nuk ka dhe që thot, faktikisht. Nuk ka që thot, sepse ekonomia është zero. Mos shifti pjesën e rrugës kryesore. Dalish pak nga rrugat, shofi si jetë e njerëz. Kështu që nuk ka që thot, dhe bën këtë gjë tjetër. Dhe më thonë, dhe bën zhurmë, i fut një fjalë, vjen në Edi Rama, në përshkapi, i fut një fjalë, që është një turp, dhe më thonë. Ti thush një pjesë të popullit, i ke punë qirik. Po, qirik. Po që a s'di ku është, nuk di ku është. Se ti thush, ore, mund ta thush me i zonë, nuk e di, është turp me e thonë kudo, po jo në di përse nuk shko. Po jo në di përse nuk shko. Se ti brand patentën kryesore ka me quri. Dhe ti thush që ti brand i qirik, është absurde. Qëse kemi ne një patent ku vlerësohet, është shkolla e Dibrës, që se ke parasysh që e thonë gjithë, nuk është e thaj mu. Universiteti Dibrës. Dhe ti thush këti që ka një universitet natyral, që i ke gjithë të bura qirik, është nonsens. është një autogol që a i ka bë vetës. është një autogol që i ka bë vetës, edhe unë mendoj që do t'i kushton. Data 11 do t'a bën këtë diferencë, dhe unë mendoj që do t'i kushton. Pa lidhje, laf pa lidhje, ishte ky. Hajde po si i more grad me zorë në gjithë administratën e tjerët, nuk po them se i mori, si mori, se kështu kanë bërë gjithë qeverit. I kanë marrë administratën, i qenë aty.
Dikush me qef, dikush pa qef, ako përse nuk duhen të shkojnë, po ja që e bëjnë këtë punë edhe që tush me një farë dhune. Dhunë Po mirë mundi, psikologjike, jo. administrata paguhet me para tona, me taksa tona. Ore dakord është Dhe gabim. ti e merë forcërisht atje. Është gabim, thash, po nuk duhet të faqsoj vetëm një qeveri që mos tregojmë sikur kur ka qenë Partia Demokratike nuk e ka bërë këtë punë. Edhe ajo ka bërë, i ka marrë administratën, burra e graj ka qu. Por Nuk do të thotë që e kam bërë ato dhe dhe bëjdhun. jo, kjo fare, sepse nuk është shembull i mirë, po ndjek. Por po egzageron, dhe më thonë, sepse mirë që i merë. Po i futet qa fjalë kodra mas bregut. I fjalë që shenë në tikën tonë pak si dibre, si zone, si kulturë që kemi, nuk e përmanë kërkun. Kështu që mendoj se do t'i kushton kjo që e ka bo, sepse populli nuk është se nuk i kupton gjonat, nuk i di. Qa ju favorizon në këtë fushatë? Si koalicion? Ne në këtë fushat në favorizon njërë programi. Ne jemi të gachën, marim përgjësi për shkak këtij programi dhe të ndërgjegjes tonë dhe të aftësive tona. Ky program është tepër i dallueshëm nga ky program, thash nuk do bëhet çuditëra, po do kthehet normalitet Shqipëria. Nuk do ndodh mrekullia, po do kthehet normalitet familja. Do kthehet normalitet ekonomia. Do të jetë një qeveri e përgjithshme. Do të jetë një qeveri që të merr në konsiderat familjet, sepse familja me këto lojra që kanë bërë këto të Sorosit ka degradu. Kishe mallti të hapshë televizionin, që gjithë këto njësh dyshit, këto prindi një prindi dy, kishin bloku gjithë studiet. Kjo katastrofë, si mund t'i thush një malsori t'i prindi një, prindi dy, një shqiptari prindi një, prindi dy, qa ma bete shki? Po qa nevoje ka kimi letë, ki popu? Qa nevoje kimi ne për këtë loj? Bon më rëlla që atë dush në sa tonë, që si me jepë mësim brezit ri e shëqërisë. Që është kjo absurditet? Pra programi jonë është programi i normalitetit të vendit Shqipërisë. Programi i normalitetit familjes. Unë, qofse do tjetë kismet që t'jem deputet i kësaj zone, t'jesh i sigur që do t'jem mbështetje maksimale për familjet e varfra. Do t'jem mbështetje maksimale për gjithë familjet tjera. Sepse ti e di shumë mirë se në program me kemi shumë bukur shpalosme. Sistemi drejtësisë është sistemi që ka humbur shpresën tek njerëzit. Dhe nuk është gjë e vogël. Se për ekonomi kanë hik njerëzit, nga 90-ta kanë emigru për ekonomi. Por të hikish në 2000, nga 2020-ta, e deri tani që ka qenë një fluks i çuditshëm, shtresa e mesme ka ikë kret, të hikish sot do të thotë që ke humbur shpresën. Dhe shpresa humët kur s'ke sistem drejtësie. Shkon gjykati, që se s'ke para dhe s'ke mik, ti e ke humbur gjyqin. Dhe nuk t'vjen rradha për të bërë gjyqi asnjëherë. Shkon në spital, që se s'ke para, që se s'ke mik, ti s'bosh operim, s'vjen rradha, ti vdes që aty. Mos taj pasaj në gjënë tjera që administratën duhet dhe atje mendoj. Edhe mund të fitosh një konkurs. Po dhe vetë socialistët kanë paguajtur lek. Nga gjithë bisedat që kemi, se kemi të është i shok të majtë e djatë i kemi, se politika të bën një muj, punë të veta, të ndahet, kush do të fiton, kush do jetë. Nesër jemi gjithë shok e miq prapë, që do të vujt gjithat sjelljet qeverisë, kush do që tjetë. Pra edhe dim se dhe ato vetë, për të marrë një vend pune, duhet paguajtur. Pra dhe administrata nuk është e qetë. Nuk është e qetë administrata. Një pjesën me kontrata, një pjesën me vendime. Po një administratë, se ati kërkëm llogari, dakord, unë jam për këtë, që administrata do t'jetë përgjegjshme, se të marrësh një vend pune në karrigën e shtetit, do të thotë që të kesh një fat shumë të madh. Pra ti je punonjës i shtetit, për mua është fat. Dhe karriga e shtetit është e shenjtë, se është karriga e popullit. Ne t'i kërkojmë llogari administratës. Patjetër.
Por kur e mendon se dhe vetë administrata nuk është e mbrojtme nga një ligj, edhe aty pëse qalen problemet në vazhdimësi se është i paqartë vete ku është në punë. është i paqartë, zi shbot, do të ngjoh patjetër punëdhënësin, që ka kryetarin, drejtorin me radhë. Dhe do të bënë si shtotaj, jo si shtot ligji. Këtu ka qalu problemi pra ne po mushën burgjet plot. Se drejtori zve firmë, i thot veti. Po. Tjeti, pra administratë përballet edhe me pasiguri, edhe me mungesë rrogave të lartë të tjera. Kjo flasë në përgjithësi, nuk merrem me një zonë, me gjë, se administratë dhe ketë dhe kur të vim në mbështet dhe tani që e këto. Por administratën duhet ta mirëmbajmë, sepse po hiki njerëzit dhe po ngele dhe vendet bosh. Ju keni eksperiencë gjatë, sepse keni marrë pjesë edhe në dy herë tjera. Po. Që në 17-ën duket edhe 21-shin që keni konkuru. Pra e njihni shumë mirë, një specialist i mirë për fushata elektorale. Po, patjetër. Si duket kjo e fundit? Fushatë Ka në ndryshim me tjerat? Po, ka një ndryshim. Ka një ndryshim. Kjo herën tjetër, për marrë 21-shin që kemi më afër, ishte kodi zgjedhor, kishte 30% në zonës mbrojtës si quhet, ose zona e deputetëve që janë të kualifikuar, a kupton? Zona e mbyllur që quhin ta. Por prap kishte një rënditje. A kupton, kishte një rënditje. Fushata pastaj dy ato që ishin në zonën e mbyllur nuk ishin pa emra në listë. Pra votoheshte edhe për ato. Dhe interesi, mendoj pavarësisht se ishte zonë të mbyllur, ishte i madh që ato të punonin dhe të merrnin vota, sepse ky që ishte për supozojmë 4, nëse merrte thyta hersi, e zbritat nga zona mbyllur dhe hipte vetë, a kupton? Po. Këtu të shikjoj e ka zbe, si thush, interesin e dytë parëve, që po flasim për në zonën tonë, në zonën e Dibrës, kemi 2 veta në zonën mbyllur, që jenë në listë. Ato nuk e kanë emrin listë, po, dhe nuk votohet, supozojmë për X, Y. Votohet vetëm këto që jenë zonën e hapur. Dhe zonën e hapur ka nxjerrë probleme natyrës, luftë brenda partijës. Sa vota duhen për të kualifikuar? Afërsisht se s'ka dalë hersi. Tani, votat për mandatin e 5, se për një mandat luhet tani. Në qarkun e Dibrës luhet për një mandat. Nuk e di se sa kandidati janë, por luhet për një mandat. Domethënë, mandati i 5 në qarkun e Dibrës për vitin 2021 është marrë me 7.255 vota. Vota, po. Mos haro se ishte pjesëmarrja 62.800 në 63.000. Zgjedhës. Tani, me sa di unë do të ketë më pak zgjedhës se sa 2021. Dhe ky numër mendojmë që do bije. Nga 7.255 do të bije. Mund të bije tek 6.000 vota. Mandati 5 pra mund të merret edhe me 6.000 vota. Po, të shi... Qëse të hecim trendit të rënjes, të numrit të regjistru popullsisë për votime, dhe të pjesëmarrjes, gjithmonë të pjesëmarrjes. Se regjistrimi është që është, po pjesëmarrja votime nuk i kalon. Ka shkuar qetë fushata? Fushata për ne është i qetë, me incidentet vogla nga këto të tjerë, por që ne ka qenë i qetë. Nuk kemi incidentet vogla, po janë denoncu në SPAK. Tani, kjo... Sot jo më gjatë janë arkivu në ajo çështja e Ostrenit. Po. është arkivu, por ende nuk është pohu së është regjistru. Shofim të shi se si do evoluoje kjo punë. Por mos harrim se Dibra edhe zgjedhjet e kaluara me pat dosje 184. Pra
Sistemi Pra, nuk është shumë e gjetë. Pra ne i themi në sistemi drejtësisë. Këto incidente që kanë ndodhur në Australi, që thua ti, për mendimin tim, janë dy ngjarje shëmtuar. Dy ngjarje shëmtuar. Sepse as e para nuk duhet kështë ndodhë, pastaj edhe e dyta, se e dyta vjen si pasojë e para, se kupton si shkak pasojë, edhe e dyta s'duhet kështë ndodhë. Aq më shumë që ne jemi një zonë që një fëmijë me familje, me njëri tjetrin, me zona, jemi zonë shumë e vogël. Me muhabete, shoqërie, miqësie, gjithë gjanat votet. Dhe unë mendoj që është dy nga tresa që janë dy turpe, që s'duhet kështu ndodhë. Uroj që këto të gjejnë forca të shmangin punë, spaku e tjetër, të shmangin këto, të kërkojnë falje njëri tjetrit. Se kur ti mendosh se shenë nga Shkupenca, që është një zonë që familje të mira, njerëz të mirë, djemë të mirë, fise të mira, të përfundojnë këtu nuk është normale për mu. Dhe më thënë se i njofë gjithë palët. I njofë gjithë palët dhe më vjen shumë keq. Ato, nga gjejnë për Shkupencë, duhet pa tjetër, dhe më thënë se në dy branë nga Shkupencë, të gjejnë forca që tërhiqin nga kje keqet, t'ja lejnë fushatës të nga tresa dhe të mos i zgjasi po këtë punë, sepse fushata mbaron për 10 ditë, dhe basi mbaron fushata, pasaj dhe fillen të kërkën vetën, gjenë vetën. Dhe fillen të kërkën falje, të kërkën mënyra për të pajtu, për të rruglu, sepse do të bindën që kjo fushat të përfshin në këto acarime dhe mirë ato që ndodhën në ato minuta, s'duhet ndodhë. Dhe një pak të pyesim për këto çështjen e administratës që përfshihet në fushat. Është shumë e rëndë. Kjo nuk duhet ndodhë. Shiko, çështja e administratës unë ta thash në fillim. Administrata përfshihet jo me dëshirë, përfshihet me dhunë. Pra, kjo është e rëndë. Pra ne thashmë që dikush shkon atje, se është e detyruar se heqin nga puna. Pavarësisht se pra ne s'duhet ta përfshi administratën, se mund të jetë gjysma administratës që nuk do me shku. Ore, këtu mbyllen ambulanca, mbyllen spitali, mbyllen shkolla. Dhe kjo është gabim shumë. Mbyllet administrata e bashkisë, s'ka këto, shkën fushat. Ore, këtu nuk zbatohet se ti themu ligja ajo është 285 i kodit penal. Ti thu dosja 184. Ore, dakord ajo se ajo ka kalu kur ta vazhdon ato. Po ti kjo është dosje e re për ta hapësh. Si e zgjidh ti në orar të punës të marrësh gjithë administratën që është me ti. Çfarë nga tropet 184 këtë freska këtu? Pse i merr njerëzit që janë atje më valla? Bojë pas orarit punës, merr këtë dush, çau këtë dush, edhe zgjidhi si dush. Po jo merr në orarit punës më valla. Kap njerëzit që nga puna, çojnë festë se ka kriminalisti. Kriminalisti le ta bëj edhe jashtë orarit punës. Edhe me investimet publike, bëjnë investime publike, do të thotë siç është edhe quhet asfalti elektoral, siç ka ndodhur sipas medias flasim në Mat. Duket se kemi edhe ne këtu, po nese. Asfaltet elektorale janë para e hedhme, sepse këto nuk bëhet fjalë për cilësi. Zdi, ku e morin këtë forcë, këtë trimni? Po nuk bëhet fjalë për cilësi. Aja asfalt elektoral shtrohet shpejt i mushën mendin atij grupi njerëzish atje. Po këto ku e morin fuqinë që e bëjnë te shkelje tron. Po ja pa kur nuk funksionon sistemi drejtësisë, kjo është. Se ti raportime janë bërë raportime. Po këtu në gjithë, këtu shkon tani si puna ose bëja diri. Ose bëja diri vjen, konstaton, në zgjedhje, gjithë shka, dhe bje raporti mas 2 vjeç. Po qa mua beti të shi. Ore, ke fuqiti të ndalësh këtë fenomen? Se kjo ka kuptim që se ndalohet para zgjedhje,
Po mbasi të marrën zgjedhjet, e bim pas 2 vjeç raportit, kjo është kodra mas bregu, kjo ma bet kot. Kështu që edhe tek sado që KQZ thotë raportim, po nuk merr asnjë mas, nuk shohun të marrën një mas. Janë institucionet kapra, janë institucionet kapra. Janë mediat kapra, institucionet kapra. Kjo është fenomen, pra ne them unë që programi jo, nuk të bën çuditëra, po thjesht do të jep ti pavarësinë, thjesht. Atëherë ka rrezik që të bjerë besimi ke drejtësia që nuk vepro. Drejtësia përjashto media 100 ankime janë bërë. Nuk ka, shiko, përjashto spagun. Po edhe spagun së të bëjë gjë, ka një muj. Sa ka fillu fushata? Nuk mund të themi që s'ka bëjë gjë, sepse fushata mbas hegurave ke ish presidentin, ke mbas hegurave kryetari bashkisë Tiranë, po mas ati ka ministra të tjerë që në kohë. Unë po them për këtë mujnë e fushatës. S'ke fare. Mujnë e fushatës nuk i di, po. S'ke fare. Ndoshta, akoma s'ka marru fushata. Se ju si koalicion politik, keni qenë edhe vazhdimisht, keni qenë për kraje, po ka qenë edhe 78%, 80% e popullit që e kishte besim ke... Po, shumë ja këtu më dole ti. Tamam, përderisa 80% e popullit e dëshiron dhe e përkra strukturën e posaçme, ne nuk jemi gjë tjetër, vetëm pjesë e këtij populli që e dëshirojmë dhe e mbështesim pafundësisht. Strukturën e posaçme aty kemi shpresat. Pikë. Nuk ka si strukturë tjetër që ta bëjë këtë punë që ka bërë spaku. Deri tani të pak. Çfarë premtoni në elektorat kur dilni? Do me thonë edhe keni avantazh me tjerët. Çfarë thoni zgjedhësve? Shiko, fushata njërë është thash elektrizume, ja. Ka premtime, fushata, sepse ta thash që këtu ka parti pasi program. Po të kapim listën dhe këtu, nuk ke parti që ka program, do jem parti dhe më thonë... Edhe nga këto të mdhënja që se të kujtohet, ka qenë ajo një parti, Laço parti. Që i thoshë tek njëri ishte ajo dhe Laço parti. Tani, një parti që s'ka i program, s'ka i strukturë, s'ka i qa pretër për asaj. Dakor? Ne pretendojmë si koalicion, se ne ishim me struktura me gjithë, dhe u bashku, u bom koalicion, dhe i kemi struktura. Pra, ne pretendojmë realisht, se kemi program, kemi tjetër. Kurse këtu... Në këtë sens që jemi të favorizu? Pa tjetër që jemi të favorizu, sepse ta thash edhe fushata, nuk është thjesht dali për para popullit, sa i mirë jam unë, sa i ashtu jam unë. Sa i pasur jam unë, sa i varfër jam unë. Nuk është, kjo është çështje besimi. Pra, kush do të afrohet ty? Ti e popull atje. Të kanë ardhur disa veta. Kjo është çështje besimi. Nëse ti e ke kriju këtë format të besimit në popull dhe mbështetesh me një program të besueshëm dhe të realizueshëm, kjo ngjit tek populli. Kjo ngjit. Dhe ne nuk themi që të bëjmë gradacele, po themi gjërat bazike, po gjërat reale. Po gjërat reale. Ne themi pensionet, mos ketë në 200 euro pension. Mos ketë në 200 euro pension. A i thote kom e rrisë pensionin me 5.000 lek vjetra. Po që ma bëti bëti. Ti e rritë pensionin 5.000 lek vjetra, këti i rrasë ato energi elektrike, të shqipqar ma betër bëmë. Energi elektrike, pra ne themi që shpresëm të populli, sepse kemi gjëna shumë të thjeshta dhe të kuptuar. Qa dhe të thotë? Ne themi energi elektrike, apo e prodhejmë vetë, apo na e ka dhënë Zoti më rrallë. Po. A i kemi resursë, më edhe sistemi tjetër, se nuk mund ta mohojmë. Se hidrocentralet e mëdha i morëm të gatshme. Tani, e kemi dhe të tjera që e më dhe të tjera që bëhen, dhe kemi energji mjaftueshme. Ti, pse më arrit mu çmimin e energjisë dhe më ngatroj me rajonin? Qa punë kam unë me rajonin? Unë e kam energjinë time, e kemi tonë. Çfarë do përfiton populli?
Ja pra ta përfitojmë këtu një parë. Ndërkohë që e kemi energji hidrike, që s'ka si shpejtësi. Energji pastër, pra energji e kemi ne? Si. E kemi. Po atëherë pse duhet ta marrë me çmim të lartë? Sepse do ti. Sepse kriminisi ka mene e vetë. Qirik. Qirik, po. Kalëm tek nafta. Kalëm tek nafta. Nafta e kemi tonën ne? Shi nuk e di mu, nuk kemi bilans mu, sa naftë prodhohet mu, sa naftë prodhohet, sa naftë argjohet, shi më ndërtohet gjithë një skem korupcioni. Maqedonia s'ka si pus nafte. Ore naftë thotë e nxjerë jashtë, naftën tonë. Ore zotri, u qarë fitimi ka mu që kam naftën në mrena venit, qa kuptimi ka që të the mu që kam pasuri natyrore. Ku i ke pasurin? I vjethun, thotë qeveria. Maqedonia të shef naftën me 1.000 lek, Kosova me 1.000 lek, ne 1.750, ne 1.800. Ora, jemi mirë këtu, ne s'jemi mirë. Pse duhet, ku i thu qirik tira? Qirik je ti, që vepron kështu dhe i hajdu dhe i korruptu. Piu, ke prodhimet tjera. Më thuj ti mu i gjoshë, që unë, në qëfë se unë do t'a kem këtë shansë, në qëfë se do t'a kem këtë shansë, që tje se ke varet krejtësisht në dorë të popullit, nuk varet dorë time, që se populli beson të unë dhe mjek votën, unë disa gjëra që unë mendoj që duhen trajtu dhe duhen, unë nuk do pys as kryetar, as njërin botë dhe do t'i trajtoj. Ke statusin e eminatorit? Që është bo legjend. Po legjend, ma. Legjend. Aty nuk do dal nga foltoria unë. Nuk do dal nga foltoria unë, pa e marrë miratimin. Dhe jem ka që i zoti që da. Se nuk marrë urdhër nga si kryetar s'pys farë, pra si. Nuk do dal nga foltoria, pa e realizu këtë gjë. Dhe kam shtetin e duhur. Edhe shokët mirë tjerë që do t'jenë atje. Ashtu. Kalemi një aspekt tjetër. Shpesh herë dhe themi, pasuri kombëtare, pasuri kombëtare. Ku është më dha? Unë jem popull këtu. Ku e kam këtë pasuri kombëtare? Çfarë kam përfitu që 30 vjetë nga pasuria kombëtare? Ke fitur e gjëti? Absolutisht. Sepse kjo është një praktike njofme nga disa vendet e Europës. Çdo të thotë kjo. Unë them kaq. Edhe Partia Demokratike e ka thënë faktikisht që duhet një minimum jetik. 200 euro. E ke parasysh? E ka thënë dhe ajo. Dhe ne kemi thënë. Unë kam qenë, ta marrësh vesh, e kam propozu këtë gjë para një viti. Para një viti. Dhe këto ekonomistët, se ishim atëherë Partia Demokratike, unë thash, të shifët mundësia që nga pasuria kombëtare të përfitojnë të gjithë familjet që marrin, që nuk janë në punë shteti, dhe gjithë familjet që nuk kanë biznes. Pra, gjithë familjet që nuk janë në administratë shtetërore dhe gjithë familjet që nuk bëjnë biznes të përfitojnë 500 euro në muaj. 500 euro në muaj. Me emërtim. Kompensim nga pasuria kombëtare e vendit. Kjo është e njohur në vend nordike e kanë edhe Anglia e kanë. Pra, t'i vëm një koeficient që gjithë të familje, hiqe më ndihmën ekonomike, fshije ndihmën ekonomike, 180.000 lekë. Se sa lëmosh. Fshije, hiqe ndihmën ekonomike. Atëherë, hajde t'ja vëmë kararin kësaj, t'i them. Kjo pasuri kombëtare që kur nuk i garan skep popullit, jo, për frymë popullsie, o kemi në pasuri. Kemi pra pasurinë, po e vjedhim. Atëherë, hajde t'ja japim gjithë familjeve që nuk janë në punë të shtetit. Dhe gjithë familje që nuk kanë biznes. T'i japin gjithë të në familje. Jepja këtë 500.000 lekë, hiqat minimumin. $200. Hiqe minimumin. Erdhen më thanë, jo, e kalon shifrat e buxhetit shtetit tjeri. Ore, ti mos e merë kalup, si më të thonë, hiqi këto familje. Hiqi familjet, mërë, hiqi këto që janë biznesë, mërë. Hiqi biznesi, vogël, të madh, hiqi. Jepi popullit, mërë. Leni qindarga, qa jep qindarga ti? Ja 50.000 lekë, 80.000 lekë, 100.000 lekë dhe kur t'vinë zgjedhët, a i zdele dhe zgjedhët, së thotë nuk dalë do t'unë, nuk shprej dhe vullnetin e vetë. E në shkoj e shetë votën për i thesme.
Dhe këtë familje mos jeti i varur as nga kush, nga asnjëri. Ta merr ti shkon llogari. Kjo është zgjidhje që do të The një të fortë shumë. Kjo është ajo që unë kam thonë dhe do ta mbroj. Unë do ta, nëse do të jem aty do ta mbroj këtë gjë. Do ta mbroj se këtu janë hajdut oj sen. Bravo. Janë hajdut. Nuk ka ndërmend kush të mendon për popullin. Jo, nuk ka ndërmend kush, ja ta them mundi. Këto pushtetarë që janë, këtu nuk e kanë mendën e popullit. Këto shohin kush tjetë më i pasur në Ballkan. Okej. Iku, një tjetër aspekt tjetër. Që e kam ndërmend ta them, le të thonë si do. Le të bëj si du. Unë do ta them. Në vitin 2016 jemi dëshmitarë gjithë që u kanabizue gjithë Shqipëria. Po? Dakor? U mush vendi me drogë. Si menon ti se ka shfort që të njerëzit që e mbyll nga Shqipërinë për një muaj? Jo. Po këtu me qenë dhe Ministria e Bujqësisë, me të dhënë fondet, nuk e mbushti vendin me drogë. Pra, kjo kanabizimi u bë nga qeveria e Tiranës. Çfarë domi të madh i shkaktoi Miletit e njerëzimit? Plus i vrau njerëse. Po. Do copat e gjonat e njërë shqipit. Fillon pazaret e drogës. Pazaret, i vrau, e kriju grupe me një tjetër hasëbrit madhe. Plus i infektoj gjithë trit. Me drogë. Se nuk e njëfë, ku e njëfë dhe po, ka të naje, unë e tjetër, ku e njëfë me drogë? Ishte mbjell drogë, kërkun. E infektoj gjithë Miletin me drogë, gjithë trit. Kjo është një pasojë shumë e rëndë. Qa ka ndodhur tani? Përveç se e infektoj, domethënë, me konsum të drogës, se shitja është një aspekt, tjetër, konsumi, që është një dam shumë i madh. Ky dëshirë i ka fut dhe në burg. I ka fut dhe në burg tri, dhe mush burgjet me tri. Pse ka konsumu cigara shash, pse ka konsumu një kuj heroina, kuj djuni... Si ta mjellë qashashin, E futi në asëmëri, me një tjetër, me grupë, një. I mësoj drogë, 2. I mësoj ta pije, e ta shet, 3. Tani, i futi edhe buru. Si mund të pravrejmë në të shi? Kjo shoqëri, a është e përgjeshme? A ka 2 pare me në kokë, që mos qëfë djali im dhe djali jot, ose djali ati, ose tjetë. A kemi ne, jemi shoqëri e përgjeshme ne? Si mund të lejmë këtë mas, gjithë këtë milet, gjithë të 3, t'i fusim gurë, t'i bëjmë dhe kriminell tani atje, t'i strukturojmë dhe për kriminell, ndërkohë që tregu ka nevojë për punësim të jashtëzakonshëm. Dhe po vit huj po punëson këtu. Unë jam për këtë. Gjithë të 3 që jenë në burg, t'u jepet një mundësi. Amnisti? Amnisti për gjithë burgosmit që janë burgos, por arsye droge. Të gjithë pa përjashtim. Si ta mjellë, çfarë të mjellësh do korrësh thot po. U jepet mundësia, mos shqetëtoj njerëzit, mos i bëjmë kriminela me zonë. Sa e sa del nga burgu për 3 vjeç, 4 vjeç. Lere njerë që është shkatru, por ka shkatru dhe familje këtu, se duhet mi dhënë avokatit, duhet mi dhënë prokurorit, duhet mi dhënë gjyqtarit, edhe nuk i mbarohet gjyqi asnjëherë. Qa i bëjmë? Qa shoqërie jemi ne? Ku i kemi përgjithshmëri? Ku i kemi, po qarë qeni që jemi ne e bu? Me e pa tjetrin në zjarë, me e pa tjetrin të vdeka, me e pa tjetrin të roktu në ekonomi, s'ka leki, s'ka tjetër. Qarë shoqërie jemi ne? Qëfar njerëzish jemi ne? Dhe burra të marë nga indiane, pakistaneze, ku di unë që vinë këtu, o mush veri me njerëz, e Filipine, dreqi Kiameti, tu i qutë punësohen njerëzit në përgjithë, nërkohë që njerëzit toni kapin burë. Fëmijët tonë, të dashmit tonë, shok të njërë gjithë unë thëmë du të eve një mundësi. Një mundësi, gjithët bëhet një amnesti dalin nga burgu. Dhe të vijën kushte, natyrisht, unë nuk jem, hajde, dilë për burgu shkom bjellë prapë drogë. Tu vejnë kushte, tu vejnë sankcione, që këto të merë me punë, shtetit i kryon mundësi këtyne, me duke i pagu, se sa të paguish 70 euro në burg atë, në ditë, sa që ka kosë një burg, epi 50 euro këtu, të merë kursin, të trajnohet, të mësohet,
të edukohet me shkollën profesionale, sepse tregu ka shumë nevojë për shkollën profesionale. Kjo është humje e madhe, qoftë ekonomike, qoftë morale, qoftë njerëzore. Kemi gjithë të fëmijë të burgosur në burg. Për çfarë? Se i futën vetë në lumë dhe tani në vend që t'i nxjerrim, shkemi fusim i mbajmë kryqin burg. Kjo është e pafalshme. Për mu, këto janë gjëra shumë të rëndësishme që unë, nëse ky popull do mendon që të më jep votën dhe të më çojë në parlament, unë këto gjëra i kam bazike dhe do t'i ngre se s'bën. Do t'i ngre me forcë. Ai parlament ka nevojë për mendim të ri, ka nevojë për mendim shqip dhe mendim që vjen nga baza, nuk ma jep mu kryetari. Unë e kam të konstatueshme këtë gjë, e kam të pashme fokurallikën, e kam të pashme vujtjen, i kam të pashme çmimet, i kam të pashme pensionet, i kam të pashme mundësitë dhe këto gjithë këto probleme që ngrihen. Këto janë gjëra elementare, por që kjo klasë e lartë që është shkëput nga populli, që klasë politikanës, hajdut, të korruptu, që është shkëput nga populli, shkëput shumë lartë, nuk e di ç'bëhet këtu më. Nuk e di ç'bëhet me popullin. Kjo s'ka lidhje më. Këto mendojnë për gjëra për hanë, më shkot blet tokë në hanë, e del televizor e promovon, ai kom blet tokë në hanë thotë. Imagjinoni ku është populli, ku predikon një gazetare politikane ti. Politika pa. Imagjino se çfarë bëjnë këto. Promovojnë gjëra absurde që popullin e hedhin naer. E hedhin naer popullin, hap sy popullin, thotë çfarë bëhet, çfarë kthej. Mundi mendime shumë konstruktive, shumë të sakta dhe janë për të publikuar. Edhe një pyetje tjetër që ndropezun. Ju jeni po Dibrës, jo Skavicës, apo Skavicës, jo Dibrës? Unë jam për mendimin siç e ka populli atje. Populli thotë jo Skavicës, unë jam jo Skavicës. Po Dibrës. Unë nuk marr përsipër të thyj vullnetin e popullit. Bizneset janë normale, të bëhet, por kur populli kundërshton, ti s'ke që i del kundër. S'ke që i del kundër, se pastaj le të shifën për opsionin, që se ka një opsion, që bin dakord dy palë, le të bëhet, se nuk është vetëm një opsion. Thonë të blokoj ujë, tu t'i mbys gjithë zonë. Jo, mund të ketë një opsion tjetër. Si që ka se kam pa në Maqedoni me tubacion, për shkakun. Kam pa, që se ke kalu nga zona Dibrës deri në Stru, ka disa segmente që i kam bërë me tubacion ata ujën, e ke parasysh? Dhe ka variante ndryshme, por në të gjitha variantet u jam si sot populli. Rrada akord populli për këtë, bëje. S'rrada akord për në parë shumë se bëje. Nuk mund të dalë jashtë populli, një jetë është tjetër. S'mund të dalë jashtë mendimit popullit. Zero. E drejt, shumë e drejt. Një pjesë në ka ngell në Maqedoni, Dibër. Po. Pjesa kryesore në ka ngell atje. Deri Shkupër? Me të to, po, deri Shkupër. Deri Shkupër? Po, në ngell e atje. Vetëm Dibër. Tashti, ta parcelizojnë edhe këte, me atë liqenin, e për shiko, pra. Shiko, kjo është... Unë s'kam që japë, s'kemi që diskutem për këtë, se... Jo, është shumë e rëndësishme, ka të bëgo... Unë jem me popullin, kaq. Edhe ngre dorën për popullin. Nuk jam kundër investime, po jo investime në kuris. Po, bravo. Se ne kemi mundësi, tani kanë dalë to voltaikët e mullit të tjerë që prodhojnë energji. Nuk është e nevojshme ta prishin as faunën, as florën, as gjë. Tani ngref ato, era, është pasuri. Pasuri e madhe është era. Edhe bulqisë. Pasuri është zakonshme është era. Mondi m'ke befasu, nuk e mendova se do kesh këtu me se s'mi ke shprejë në jenë. Unë për vete... A kuptot, falendrej, po ti nga që je biznesmen dhe i sukseshëm... Ka bëj projekt që ka kushtu rreth $100.000 me një kompani kanadeze, për gjithë zonë e bulqisë. Dhe në këtë zonë që shefti këtu, në dy kreshtat, prej atjet ma e deri në fund, poshtë qasë bullit, edhe kreshtat tjetër më tone,
Mund të ndërtohet 65 mulli nga 4.2 mega. Po. Nga 4.2 mega. Qafe bullit të këput, ku për e? Jo, do më thonë sipër, jo qafe bullit aty fare. Vetëm kreshtat sipër atje ku janë kreshtat sipër. Që u hape një rrugë, nga një zona atje. Ke moj e lepërit. Nga një që nuk prishet as terreni, as pyjet, as kullotat, që ato jenë pika, ke prasysh. Ndërtohet, mirë pafshim, prodhon energji. Bë një park i jashtëzakonshëm energjetik. Energjetik. Që ta bësh këtë këtu, në të dy krahat e këtu. Dhe më thonë, pace në popullin, dhe ky popull të ketë përfitime, sepse e trajtum dhe para, se ke puna e pasurive kombëtare. Ka një ligj të rentës minerare. Dhe shteti merr pasuri, merr nga renta minerare, merr të ardhra, përveç tjera. Por edhe nga kjo energji elektrike që ne i kemi këto mundësi, prap shteti të përfiton. Shteti të përfiton. Se do shesë gjithat energji elektrike. Do shesë gjithat energji, ke një mundësi të jashtëzakonshme për të rritë të ardhrat të këtij shteti. Dhe me gjithë të ardhra që ne i kemi këto mundësi, se ne ka dhënë Zoti, ne ka dhënë, nuk është se kemi mik me qeveri këtë Zoti, se këto bënë edhe këtë. Se këto nesër pasë e bëm ne këtë punë. Por që ne ka dhënë Zoti këta. Thjesht menaxhim. Thjesht menaxhim. Dhe ti bësh një vend jashtëzakonshëm për prodhimin të energjisë elektrike bio. Dhe më thonë, të pastër, pa ndotje. Dhe ky vend këtu, që është një mrekulli, që prapë Zoti ka lënë, zonët e Bulqizës e Divës e këti, të bëhet një çfarë Zvicër, kalu Zvicrës, se janë mundësi, janë mrekulli. Janë mrekulli, por që ne nuk na bëjmë përshtypje se jemi mësuar. Po kur vinë të huaj, të vinë, jo të huaj, po edhe Tiranë, të tjerë, habitën nga kjo perë këtu. Por që mungesa e madhe e investimeve, tani rrim ne ty racionalisht, ulimi këtu në park e rrim. Pse se qeveria nuk ka menuar që të jetë krediti, ndërkohë që jep Bashkimi Evropian. Nuk po i vjet. Po të jep falas grande Bashkimi Evropian. Na bëhet këtë ndërtim, na bëhet këtë bujti, na bëhet këtë stall, na bëhet këtë çfarë them gjëra tjera që kanë lidhje me prodhimet bujqësore, litorale etj. Pra që të prodhojnë pulari etj. Gjëra plot që ka mundësi, që jep falas grande, falas nga Bashkimi Evropian për popull. Dhe ti shkoj e hep X-it, mikut tonë. Dhe aja i fut një hotel në Riviera, në, që e thonë, në Himara, kujdi unë, në Bregdet. Po kja zona këtu e ku jo kja? Si nuk mendohë këti? Si nuk mendohë këti? Ku jeti, ku është përgjithshmëria e këtij shteti? Dhe vjen nesër merr një tepsi, na hajtë bëjmë një greca plaka në klos atje, futi tu kërcyj atje, marrë fushata. Që kjo fushata, kjo është llogari dhënie? Jep llogari për brendin. Jep llogari para popullit që ke shpizu ka 4 vjet, 12 vjet këtë milet. 12 vjet. Se nuk më doli ti muki kjo, e përmeta rrugën unë dhe e lavdrova edhe prapë do të lavdroj rrugën. Prapë do të them fjalë të mira. Po kur ka ardhur Tirana në 2013, nuk ishte çfarë thot për rrugën e kombit, dhe thotë kjo rrugë nuk ka standarde. Kjo rrugë nuk ka standarde. Okej. Hajde të rrim ke standardet. Mi gjeqik standardet e kësaj rrugë që i bënë ti këtu. E pra. Mi gjeqik standardet e kësaj rrugë. Mungojnë. Unë jam i kënaqur shumë. Po, mirë. Dhe po e shijoj, dhe ne ka bërë shumë mundësi, dhe të hapën më tepër mundësi, shumë mirë që u bë, nuk them pse, nuk duhet ditë fare sa ka kushtu, se opozita e ka edhe këtë mundësi që të thotë që kjo rrugë bësh me 260 milion, u bë me 460, pra jenë 2 fish rrit tarifat, por mu personalisht nuk du me ja ditë fare. Pse do të thush ti? Po sepse një rrugë është ti, që ne u bë për ne këtu. Ne paguajmë taksa për gjithë rrugë që e bën Shqipëri. Edhe ne paguajmë taksa. Atëherë ne paguajmë dhe Shqipëria taksa për këtë rrugë tonë këtu. E s'du me ja ditë, le të merren organet, institucionet me këtë punë. Mu u bë rruga, jam i kënaqur. Por nëse flasim për standarde, atëherë ndalëm tek se ka ndaj. Mi gjë standarde këtu. Mi shkohet në rrugës prej Bulqizë e deri në Tiranë me 2 vende kalimi. Të shqip du të mirë net ma unës mrapa ne,
Po, Të shqip ose karos, ose një kujti mund qarë nga këto makinët e vogla që këto kamenqina, që ajo është me ngarkesa që ka të rezime 20-30. Unë të të vinë të mrapa, se s'ka vend ku të dëpres kur të vijet të ndërprejme. Por mi, o zotri, të shqipë në e pengoru, këti përta, se e bone, shqipë që e bone, po le e bojnë 6-7 vene para kalimi që t'jerë mundësi të heci njështë. Po e lem tunelin, dakord, e do ashtu, hajde tunelin. o në tabelat si ka të plota. A do standarde ti? Hajde të krasë më standarde ku Në tabelat si ka. Standarde s'keme, baj. Mos. Jo, di standard, s'ke asi standard. U bo shqyqyrë që u bo, thënë prap 1 milioner shqyqyrë që u bo. Mondi u zjatëm, po që me shumë vend ndërhyrje që ke bo të shisë fundi. Tani, t'i kthemi dhe njerë politikës, u bon zjedhjet me 11, asnjëna nga 2 partite mdoja, do thënë, nuk plotësun 71 vota. Nuk do t'i plotësoj, ti është i binë rrugë. Po pra, nuk po. Nuk do t'i plotësoj. Sondazhet kështu e qenë. Eksakt. Tashti, si do bëhet nga të shken votat tuja? Koalicion me Partinë Demokratike. Absolutisht. Po Gjo Luli? Ndash të gjën Luli, ndash mos gjën Luli. Edmond Isaku, koalicion me Partinë Demokratike. Luli pavarësisht se ai ka thënë, është shpresë, që mos dalë si kështu domethënë lider ndërkombëtar të këtu, që nuk do pyes asnjë, por edhe ai ka thënë, se do të Bukur. Ku jemi me koalicionin? Dakord që jemi parti vetë, koalicion vetë. Me koalicionin nesër ku do jemi? Thot me Dirama? Jo. Koalicion me të djathtë me partinë. Me koalicion, se këto e koalicion tani. Me koalicionin të djathtë. Se një koalicion ka tjetër s'ka. Okej. Kjo e preve, taksative. Koalicion me Sali Berishën. Edhe një... Me Sali Berishën, me parti, me kusht tjetë, dhe më thëmë, Kusht tjetër, e qartë. që ndoshta ku gjuhën, Po. është vendos një tjetë, se kështu ka thënë gjë. Edhe mund mos jemi. Atëre, ne i konsiderum fushatën të qetë, e normale, që dëshirojmë më shumë tjetë ashtu, se sa është, dhe do është gjë e bukur, gjë e mirë, por, dje u miratu rezolute 4 e partive popullore europiane. Po. Dhe u miratu, Eksakt. në thonë, atje, në 86 partija, do nuk jam pak. Ato e qujnë situatë mjaft vështirë. Po. Dhe konkretisht thonë kështu. Pra ngren zgjedhjet në rrezik. Kanë deklaru zgjedhjet në rrezik. Po. Hapër e kanë thonë. Absolutisht. Tashti, imagjino OSB, Odiri, nuk ka dhonë asnjëherë, nuk ka dalë me deklarata të tilla me deklarata paraprake. Me deklarime paraprake s'ka bo asnjëherë zgjedhje. Ajo 2-3 muaj mas zgjedhjeve nxirrte një raport, i pranote zgjedhjet janë në rregull, edhe e miratote. Ndërsa të shti kemi, pra është pak unikale kjo, që ka ndodhë vetëm të shi ka ndodhë. Një. E dyta, bablokut, ja kanë Europa, ja ka myllë dyrët. Amerika po e po. Kush kejmë? Tani. Unë e gjova dhe konferencë. Jo, e kam ide këtu. Nëse ky alarm që ka dhënë Bashkimi Evropian me datën 12 thonë nuk i certifikojnë zgjedhjet, e kom fjalën, atëre është një rrezik shumë i madh. Ç'bëhet? Shiko. Këto janë nuk i certifikojnë ato. E ngjova. O alarmi i fortë është. S'ka ndonjëherë. Edhe rezolutë. Është veprim pa precedent kjo. Edhe rezolutën e kam dëgjuar. Është e 4-ta rezolutë, nuk o një. E 4. Edhe rezolutë e kam dëgjuar, edhe konferencën e shtypit të zotit Berisha e kam dëgjuar. Gjitha këto janë reale.
Partia Popullore nuk është se ka shprehur një gjë që ne nuk e njohim. Dakor? Jo. Ashtu. Ne gjithaj di. Shit deri vocë di. Manipulimin e di, korrupsionin e di, rrezikun por ti manipulu prap. Ne në alarmin, thot. Rrezikut, po. Ndërsa nëse të shkohet në mosnjohje zgjedhjeve, që unë nuk e di, nëse të shkohet mosnjohje zgjedhjeve nga Bashkia Evropiane, nuk e certifikon. Për herë të parë do të kemi një precedent. Po. Për herë të parë do kemi një precedent në qeverisje nga zoti Rama. Precedent i cili duhet kishte ndodhur edhe në 2017, edhe në 2021. Por që në 2021 ne me gjithë censurën, me gjithë luftën e madhe që bëdi Edi Rama, ne kemi marrë vota më shumë se sa çdo herë që ka pas Partia Demokratike zgjedhjet, nga 92. Por nuk fitu. Nuk fitu sepse na preu mbes Ilir Meta me lëvizjen socialiste për integrim. Për integrim, jo. 4 vjet bën fushat bashkë. Opozit, 1 muaj përpara zgjedhjeve i premtoi Edi Rama të bëhet president, prap. Vetëm largohu. Dhe ki nuk pyeti për demokrat, që këshin vujt 4 vjet. Nuk pyeti ki për opozit, ki i dha fjallën Edi Ramës, edhe u tërhoq. U tërhoq duke në lanë 110.000 vota që mori aj, naje. Ne me qenë sot ishim pushtet. Ndërsa Ilir Meta në 2021 na preu mbes. Dhe gjithë kjo nuk ju tha Ilir Met, po ju vu Lulzim Basha. E shiti Lulzim Basha. Çfarë shiti Lulzim Basha? Nuk deshte Lulzim Basha të bëhet kryeminist. Hajde dakord. Unë them se Qorit, ti thush Qorit që nuk do sy, është një absurditet, domethënë, edhe një budallik i madh. Pra, ne na preu mbes dhe se i. Ndërsa, Edi Rama, si gjithmonë, ai ka lujt lërat e tij pa pyet se duhet të ketë njeriu edhe një, domethënë, edhe nëse e rref një person, ose një ekip, po e marrë sport, që po e fuzë sport për mirë, se është, mos e bëjmë kështu tip dhunë këtë punë. E rref një ekip, i bot 3, 4, 5 gole, shefa, nuk i bot më të më lere, a kupton? Edi Rama, i pamshirshëm, investimet janë zakonshme që me Gonigali, tjetër, për të shkatruar opozitën. I pandalshëm. Pa qaj bërë, opozita është aset, më. Opozita është gjysma e Shqipërisë, më. Si e denigron kështu ti? Se që s'u ta vej komën në fyt, ti qatë e bësh, për të shi? Dhe më thanë lujti pist. Lujti pist dhe vazhdojnë të pist. Por, Bashkia Evropiane nuk ka qenë dashamirës. Se edhe ato ambasadorët evropianë, ca pleq, ca persona, kanë marrë legat nga Edi Rama. Si që mori me Gonigali. Kanë marrë legat. Gjithë ambasadorët e hujtu. Se të mos thush ti që unë botë gjithë Shqipënia me kanabis, kur kërcit të gjithë Shqipënia me kanabis, dhe më ambasadorët Shqipëri mos thona si laf, do thot që kanë marrë legë. Në 2021 të bëhen gjithë të makinacione, gjithë të gjënë që u prish, u bo marrëveshja në tokën amerikane, në ambasadër amerikane, dhe të dalish për 1 javë, nesër, kur u bot premtë në duket atë, nuk e di, dhe të dalish ditë në hanë, të thush, që u spys për këtë marrëveshje. A është jurikim ambasador, a është Edi Rama? Kjo është e zeza në barë, kjo është në dritë dili të thush. U bë marrëveshje në tokë amerikane, të vishti ditë në hanë të aprish marrëveshje. Kjo është absurditet, kjo është politika më e keqe dhe domi më e keqe Edi Rama ka bë demokracisë. Jo vetëm Partisë Demokratike,
demokracisë përgjithësi. Përgjithësi. Sepse këta norma, kështu e ka demokracia, opozit, të dy e asete. Gjithë me popullat, ju me gjenat vogla. Të majsh në përkom këto, të pastrësh Shqipërinë me këto reforma, me këto une, me këtë arogancë, ty heqish një t'i qëresh njerëzit, kjo është fumi, kjo dami mati i bëtë Shqipërisë demokracisë, jo vetëm Partisë Demokratike. Okej. Kemi kalu çdo limit të kohës, me gjitha ta ja vlejti për mendime që dhe, ke në i dëshirë t'i referosh publikut? Po, publikut gjithmonë është kënaqësi t'i referosh, pavarësisht se zgjedhjet e njën 4 vjet, edhe kështu është kodi, kështu është ligji. Dhe më thonë, po që këti popull i kaq kulturu, kaq të eduku, dhe kaq i durushëm. Dhe do t'i thosha që menoje se kujtë t'i japish votën për parlament. Mendoje, mos u bën tifos. Mos u bën tifos. Se në momentin që bësh tifos me i parti, edhe i ngrenosh këtë budalliku në fushatës, ke humbur ndërgjegjen dhe koshiencën për të zgjedhur njeriu që ti të shërbet dhe do të shërbej. Mos u bën tifos. Zgjidh njeriu që të ketë pjekurinë e mjaftueshme për të përfaqësuar. Të ketë një uritë e mjaftueshme të hallave dhe të problemeve tuaja që ke për të përfaqësuar. Dhe të zgjedhësh njeriu që ka kurajo. Se hap gojnë. Zgjedh njeriu që ka kurajo. Mos ketë frikë për t'i thonë gjëra, troq. E qartë. Siç janë, në realitet. Unë nuk du të bëj shumë premtime. Se në gopë kemi letë me premtime. Po unë du të them vetëm këtë gjëra. Siç i thash edhe më përpara. Do jem mbështetje gjithë familjeve të pamundura. Familjeve që është më hu e drejta. Familjeve që është më hu mundësia për të fitu atë që ka, që e meriton. Gjithë familjeve të pamundura, unë do të jem pranë atyre. Ku do që t'jenë? Spitale, në punë, në gjykata, ku do që t'jenë, unë do të jem në mbrojtje të këtyre njerëzve, në të gjitha aspektet e jetës tyre. Absolutisht do të jem pranë të gjithëve, sigurisht edhe të familjeve të tjera që s'kan nevoja të tilla, po që kanë mirëkuptimin, që kanë dëshirën për të bashkëpunuar dhe për të komunikuar me mua. Ku do që t'jenë? Nuk e njoh ekstremizmin. Unë jam njeri i kompromisit dhe i komunikimit dhe i bisedimeve, i uljeve, të gjakëve, tensioneve, të problemeve dhe të zgjidhjeve të problemeve. Dhe të jem pranë këtyre njerëzve. Absolutisht, sepse është e domosdoshme këto njerëz të kenë njerëz dhe vendi të ketë sa më shumë njerëz me këto parametra që them unë. Ka nevojë njerëzit për solidaritet. Ka nevojë njerëzit për mbështetje. Ka nevojë për zgjidhje. Nuk ka nevojë për sherrë, nuk ka nevojë për inate, nuk ka nevojë për kollare njëri tjetrit me i fut. Kanë nevojë për kompromise, për bisedime, për gjithë shka të mirë, sepse i kemi mundësitë, ne nuk jemi njerëz që nuk e njohim jetën. Ne vim nga një punëtor i thjesht, kemi kaluar etapat, fazat, dhe kemi arrit një farmoshe. Dhe për fat ne i njohim gjitha llojet e problemeve që ka njeriu, që ka familja. Me familjet, siç e ka programin, dhe unë do të jem mbështetës i këtyre familjeve. Uroj mirëkuptim nga populli. Sinqerisht të uroj për mendimet që dhe ishin mjaft konstruktive, apo mjaft të vlefshme, dhe të uroj me zemër fitore. Faleminderit. Fitore, sepse për të tillë deputet ka nevojë vendi. Me që është minuti fundit, ne jemi tek kolona e 4.
Qofse gjithë populli i ftoj që ta bëjnë këtë gjë, do votën në kolonën e 4, rreshti 4, koalicioni Euro-Atlantik. Emri i parë ka ndodhur i pari për shkak të renditjes, se ne jemi listat hapura, të gjithë. Po për shkak të alfabetit, ka ndodhur i pari, dhe më thonë tek kolona 4. Numri 4, Edmondi Sagu, mund ta klikojmë. Nëse dëshirojmë populli, unë i ftoj të ta bëjmë, sepse do të jem në shërbim të këtij populli që më ka respektu dhe do të mundon ta respektoj pafundësisht. Suksese. Faleminderit.